Përshëndetje. Sot është një ditë e bukur si çdo ditë tjetër e bukur e cila është dhe ka ardhur për të shijuar dhe për të jetuar. Megjithatë, tema e sotme që ka unë dua të flas ka të bëjë se sot unë jam në ditën e 4 të agjerimit. Me fjalë, unë pi vetëm çajra dhe ujë. Të pa embëlsuara, të pa mjaltë, pa sheqer, pa gjëra të këtilla. Thjesht si çaj ose ujë thjesht. Edhe sa kohë do vazhdoj nuk e kam ashtu akoma, por sot patjetër. Nga dje ka filluar ajo që quhet fjalë autofagi, ngrënia që trupi fillon të sistemon tamam. Ajo çka unë desha të nënvizoj ditën e parë dhe ditën e dytë ishte çdo gjë në rregull. Mirë po këtë radhë kam bërë me fjalë me pak ndryshim ditën e parë dhe ditën e dytë në mëngjes pa ta marr një gotë ujë të ngrohtë me uthull, me një lugë uthull prapërsisht, sepse jam duke eksperimentuar diçka, të cilën do ta them në videot në vazhdim. Edhe ditën e dytë mora uthull, por i hodha edhe limon brenda, bashkë me në përzierje me ujë, një gotë prapë të ngrohtë, me ujë të ngrohtë. Edhe dje ditën e tretë në mëngjes të bëra të njëjtën gjë. Dhe ajo çka unë dua të them normalisht kam bërë shumë herë këto mbi 4 vite tash, ku e kam bërë shumë herë këtë agjerimin. Edhe midis më pati ndodhur, siç më ndodhi edhe dje ditën e tretë, për shembull kur ulesh, kështu që riulur për disa sekonda, 20-30 sekonda që ulesh në gjunjë ose kështu, edhe pastaj kur ngrihesh që fillon të merren mend. Këtë simptome pata dje. Tensioni i lartë apo tensioni ulët, nuk e di si quhet në shqip, por diçka e tillë më duket e krahason mjekësia. Megjithatë, unë për shembull vetë nuk bëj panik kur ashtu ulem prapë pastaj, sepse ndodh gjatë procesit ti ngrihesh vjen fillon të rrësohet në një farë mënyrë. Di që për disa mund të dëgjohet shumë e çmendur këtë ende, po s'ka gjë. Edhe është, për mendjen është e çmendur që robi bën diçka të tillë. Edhe pata shumë herë gjatë ditës, dje dhe si e ashtu, me fjalë, si e menaxhova unë këtë, duke me fjalë mbajtur qetësinë në radhë parë, kur ngrihesh ashtu ulesh, që një vend për shembull që të ulesh kur do të bahesh, ose mund edhe të biesh, të flasësh. Aq që pa dëmshme nuk është, që mund të ikë të humbas ekuilibrin që thënë kanë. Prandaj ulesh në fjalë, bën disa frymëmarrje që të qetësohesh te ande, mund edhe të shtrihesh, duke bërë disa frymëmarrje me anë të gojës, me anë të hundës, për 3-4 sekonda, e mban 3-4 sekonda brenda ajrit që ke thithur, dhe pastaj e le jashtë për 6 deri në 8-9 sekonda, sa më gjatë. Herët kur e nxjerr jashtë në anë të gojës, sa më gjatë. Edhe kjo të qetësonte ashtu, dhe pastaj ngrihesh ngadalë, vazhdon aktivitetin. Nëse trupi mund të dihet i kaputur ose kështu. Faktikisht dje se unë bëj aktivitetet normale që bëj gjatë ditës, edhe sikurse edhe kur nuk agjeroj fjalë, edhe kur agjeroj unë i vazhdoj aktivitetet, nuk i ndaloj. Dhe dje mbase e të prova dhe pak fatikisht, mund të kem nga mbi 35 nëse diçka e tillë, 35-40 kilometra biçiklet, plus që isha edhe me një anije tash, anije është që të provoj, le të themi një gomin si anije fjalë, me ajër janë ato. Mund ta keni parë në videot e tjera. Isha me të dhe me fjalë vajta i dashte dhe shumë me fjalë krave dje, dhe kjo me fjalë është në një farë mënyrë lodhje fizike, mbase kishte të bënte nga të gjitha këto jam. Por ajo çka unë dua të them, sot ditën e 4 ndihem shumë mirë. Edhe kështu me këtë me fjalë ngritjen e këto ashtu quhet tension, nëse është diçka e tillë. S'ka asnjë lloj problemi. Thjesht jam duke pirë tash këtë çajin, thash të them 2 gjëra për këtë.
Dhe në ditët të vazhdim, qofse unë e vazhdoj për te ditës së sotme, sepse unë ja lidh e kështu me fjalë, unë nuk bëj plan fatikisht, unë ja lidh si të kapi këtu ja. E mund ta ashtu sot të darkë, ose mund ta vazhdoj nesër pas nesër. E nuk planifikoj në një farë mënyre. Sepse unë them gjithmonë, nëse do ta bësh Zotin për të qeshur, për të qeshur, atëherë bë plane. Okej, kaq për sot. Po ju le dhe juve të shijoni ditën, një ditë të mbarë, edhe miru dëgjofshim.